vetura ngadalësisht apo lidhej në rrugën magjistrale në kursinë e vet. Por kjo e fundit u ndalua kur kamioneta për arsye ende të paqarta kaloi në rrugën e kundërt me rast goditi veturën. Këtu përveç dëmeve materiale, lëndime marrën 5 persona që ishin në automjete, 4 në veturë, njëri në kamionet. Goditjet ishin aq të forta sa që largimi të lënduarve u bë vetëm me ndihmën e zjarrfikësve të Kekut. Dy persona e kemi nxjerrë nga makina, na ka tuftë me prej makinën deri në parë dhe të mbrëmër, në shkak aksidentit që ka qenë shumë i rënd. Ndihmë mjekësore të lënduarve fillimisht ju dha nga stafi shëndetësor i Institutit të Mjekësisë së Punës. 3 prej tyre janë shumë rënd, 2 janë ma lehtë. Ndihma e parë ka dhënë këtu në këtë vend ku ka ndodhur aksidenti. Gjendja nuk ju është stabilizuar ende 3 nga 5 të aksidentuarve që po trajtohen në qendrën emergjente në Prishtinë. Sipas mjekëve kujdestar, 2 bashkëshortë rreth moshës 45 vjeç dhe fëmia e tyre që gjendeshin në veturë janë në gjendje kritike. Ngasësi i kamionetës sipas policisë besohet se është fajtori i këtij aksidenti. Një shtyllë elektrike ka qëndruar e rrëzuar për